Janë të kaluar të gjitha afatet për ndërtimin dhe lëshimin në përdorim të qarkores së Tetovës. Kjo qarkore do duhej të ishte gati në muajin maj të këtij viti, por më pas u prolongua afati për në tetor, ndërsa tani afati është shtyr për në muajin maj të vitit të ardhshëm. Problemet janë të mëdha për banorët e fshatit Trebosh, të cilët që nga muajt e verës me heqjen e asfaltit qarkullojnë në rrugë me rër. Gjatë verës ka plot pluhur, ndërsa gjatë këtyre ditëve ka shumë balt dhe gropa të mëdha. Banorët janë të revoltuar dhe thonë se si është duke u punuar, nuk presin që të përfundoj kjo qarkore para 2 vitesh. Gjithu të regu ju vete shifni, sa dom ka, pikurën ajo në 2 vjetë nuk bëhat, ajo rrugë. Atin e dëmton këto veturat, a bujqin 100% e dëmton. Unë nuk e di si shqyqojnë këto zotni gjion fotela adje. A ka kuptim ajo, a I bujki pjasaj mbarët jeton, ju e kini pa në verës, me bostane, me speca, me këllëmoq, me kitë. E turp është, kush ta shohe? Para 2 vjetëve s'ka gjasa. Ato po ju garantoj adra. Ajo para 2 vjetëve nuk ka gjasa të bëhat. Ajo turpi math për shtetë. E ne thujna ne për në Evropë. Qëfar Evropë të? Te mbajt e popullit të dhe Evropë. Po shifit sa pengone, që ka bisedojsh për ata. A jërë dhe te ka? Si kalove? Që do në tjetër? Kush vinë këtu të sjeroj e gjajë me? A vinë dikush me sjeroj me një gjajë? Vetëm vinë kur ka një interes për votët të nëjë për të merë. Në banë thamë se tash vjen dimni, edhe verës kina pas me plunin problem, po edhe dimni tash janë më gropa, vetura dëmtohen, zgjidhje s'kemi. Do me thonë 1 vjet, diçka e kanë fillu, kur dhe mbarun, nuk dhim afas s'kemi zonë. Si nuk duhet, po s'kam komet për ato. Askush. Unë s'kom dajt bëja dhe kusht. 2035 të bëha. Si e kanë nëjse të bëjt. Në një përgjigje me shkrim nga zëvënës drejtori I ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, Tahir Tahiri, tha se punimet do duhet të përfundojnë shumë shpejt. Po vazhdojnë punimet për ndërtimin e qarkores së Tetovës, e cila do të lidh autostradën Shkup-Tetov me rrugën rajonale Tetovja-Zhinc. Qarkoria nis pranë fshatit Trebosh dhe përfundon pranë fshatit Neproshten me një gjatësi prej 5.3 kilometrash. Qarkoria pritet të përfundojë së shpejti dhe të vihet në funksion, duke përmirësuar ndjeshëm lëvizjen dhe cilësinë e jetës në Tetov. Si zëvendës drejtor, mbetemi përkushtuar që puna të ecë me ritëm të qëndrueshëm dhe me synimin e qartë për të përfunduar çdo segment në afatet e përcaktuara, tha Tahir Tahiri, zëvendës drejtori I ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore. Nëse ky projekt do të përfundoj në këtë afat, I bie që të përfundoj fiks 1 vit më vonë, nga se u premtua fillimisht. Qarkoria planifikohet të ndërtohet nga fshati Trebosh dhe të del në fshatin Neproshten në rrugën rajonale Tetovja-Zhinc, e njëjta lidhet edhe me autostradën Tetov-Shkup. Rruga pritet të jetë e gjatë 5.3 kilometra me gjerësi 6.6 metra. Gjithashtu është planifikuar për tërë gjatësinë e rrugës së qarkores, në të 2 krahët e rrugës të ketë rrugë ndihmëse të tamponuara dhe servisuara për mjetet, të cilat merren me bujqësi me gjerësi prej 3 metrash. Kjo rrugë pritet të lehtësoj komunikacionin për banorët e komunave Tetov, Tears, Zhelin, Jegunoc, të cilët nuk do duhet të hyjnë në Tetov për t'u lidhur me rrugë të tjera rajonale.